AKU bllokon kamionin me 25 ton misër që vinte nga Serbia. Autoriteti kombëtar i ushqimit AKU në Shkodër ka bllokuar një kamion me 25 ton misër që vinte nga Serbia. Bllokimi u bë në doganën e Hanitotit, teksa kamioni ishte duke hyrë drejt Shqipërisë nga Malizi. Shkak është bërë prania në sasinë e misrit të alfa-toksin B1, e cila ka dalë mbi normat e lejuara për Shqipërinë. Kjo normë, sipas burimeve për vendet e BE-s, është e lejueshme, por në Shqipëri jo, për shkak se ka norma të tjera. Në këtë mënyrë autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka bërë bllokimin e sasisë prej 25 ton të misrit që po vinte nga Serbia. Destinacioni final ishte qyteti i Elbasanit, ndërsa bëhet fjalë për misër Blektoral Rifugjo. Aksioni është duke vijuar, ndërsa pritet edhe bllokimi i sasive të tjera të misrit, sepse janë duke u kryer procedurat në doganën e Hanitotit. Ndërkohë bëhet e ditur se AKU Shkodër ka bllokuar dhe një fermë qumshti në fshatin Trush të Bashkisë Shkodër për shkak të disa parregullsive të gjetura atje.